Assalamu alaikum. Njëri prej të parëve tanë në të kaluarën e dim që shtëpit nuk I kishin ato kushtet që kemi ne sot. Pra shtëpia ndoshta kishte hapësira në mur e tjerë. Njëherë futet një akrep në shtëpin e njërit prej të parëve. E ky mundohet pra që ta vriste, por ai futet në një hapësirë të murit të shtëpisë. E ky nxiton, fut dorën e tij, pra që ta pengonte, por pickohet prej akrepit. Më pas e pyetën, I than, po pse u mundove kaq shumë? Tha, kisha nënën time në shtëpi. E kisha frikë se ky akrep do ta pickonte nënën. Imagjinoje çfarë dashurie të madhe për nënën e tij. Çfarë sakrifice për nënën. Në fakt, kështu na mëson Islami, që prindrit tanë t'i duam. Prindrit tanë t'i respektojmë, me prindrit tanë të tregohemi të kujdesshëm, të sakrifikojmë për ta. E pyetën njërin prej të parëve, I than, çfarë është sjellja e mirë me prindrit? Tha, të shpenzosh nga ajo që ke, dhe t'i bindesh atyre për çdo gjë, përveç nëse është diçka që bie ndesh me urdhrat e Zotit Gjithësisë. Ibn Omeri, djali I prisit besimtarve, Omerit Zoti qoftë I kënaqur prej tij. Njëherë ishte duke udhëtuar pra nga Medina në Mekka dhe kishte një kafsh dhe çallmën, pra që lidhte kokën e tij. E kur shikon një person, një arab, e pyet, thot, kush je? Thot, jam biri I filanit. Ky ishte djali I njërit prej shokëve të Omerit, Zoti qoftë I kënaqur prej tij. Omeri kishte ndruar jetë pra. Ky zbret prej kafshës, pra Ibn Omeri, dhe ja jep këtij arabi kafshën bashk me çallmën, si në shenjë respekti për babain e tij, I cili kishte qenë shoku I Omerit, Zoti qoftë I kënaqur prej tij. E kur e pyetën, I tha ky, pra është djalë I shokut të babait tim. Dhe në shenjë pra respekti për babain e tij, në shenjë respekti për Omerin, Zoti qoftë I kënaqur prej tij, I cili kishte ndruar jetë, ky u mundua që t'i bënte mirë djalit të shokut të babait tij. Subhanallah. Pra e ruanin respektin për prindrit edhe pasi ata ndëronin jetë. Vlla dhe motër, Allahu I lartësuar pasi na urdhëron në Kur'an që ta adhurojmë atë një të vetëm, na porosit që të sillemi mirë me prindrit. Sillu mirë me prindrit e tu. E syno kënaqësinë e Allahut të lartësuar, sepse kënaqësia e të Madhit Zot është në kënaqësinë e prindërve. E hidhrimi I Allahut të lartësuar është në hidhrimin e prindërve. Allahu na mundësoft që të sillemi mirë me prindrit tanë, të respektojmë ata, të arrijmë kënaqësinë e tyre e të kënaqet me ne Allahu I lartësuar. Amin.